Shalinja për ty. Po Linda, si pas traditës, Bashkia Islame qysh nga ora 9 të mëngjesit kishte hapur derën për pritje për turuar për festën më të rëndësishme për besimtarët musliman për Fitr Bajrami, pas një muaji sakrifice të agjerimi për gjitha ata që kanë agjeruar dhe janë lutur për këtë sakrificë mujore. Qysh para orës 9, para të festit filloj në fakt orari zyrtar, presidenti i shtetit Vjosa Osmani ishte ajo para bashkë me ekipin e tij për turuar dhe vetë zotrin Naim Miftiu Naim Tërnava dhe bashkë me antarësinë e Bashkisë Islame që prisnin atë, duke i drejtuar edhe besimtarëve dhe qytetarëve për të uruar paqe, solidaritet. E njëjta e falenderoi zotrin Tërnavën për bashkërendimin dhe bashkëpunimin institucional dhe për rithirje që sa më shumë të solidarizohemi dhe të ndihmojmë të gjitha atyre familjeve në nevojë dhe që në fakt ky ishte qëndrimi i përbashkët gjithë vizitorëve. Këtë festë e bën më të begatshme vizita që ishte një ndër të parat pas zonjës Osmani dhe menjëhershme nga i përshvija e kishës katolike, pra kisha katolike shqiptare, ndonë se janë një përqitje më të vogël, ata erdhën dhe uruan gjithë besimtarët musliman dhe madje patën një muhabet shumë konstruktiv me zotrin Miftiu Naim Tërnavën, të cilët e kanë edhe një adresim të përbashkët pritet të mbahet në muajin e ardhshëm, një konferencë të përbashkët që po bëhet pjesë e tyre tradicionale e këtyre dy bashkësive fetare. Në fundim zot Dot Gjorgji e përmbylli fjalimin e tij me thënien e famshme të shkrimtarit të madh Gjergj Fishta se Bajram e pash kemi bash, me të vërtetë kemi Bajram e pash, por shqiptarinë kemi bash. Më pas erdhi kryeministri Kurti me një pjesë të kabinetit të tij, të ministrave, të cilët muhabetën e patën më të gjatë, më të relaksuar dhe me doza të nostalgjisë. Të dy këta kujtuan aktivizmin e tyre në vitet e 90-ta dhe kontributin që kishte dhënë medresia shkolla e mesme në vitet e 90-ta për aktivitete shoqërore kombëtare, siç tha kryeministri Kurti, dhe tha që marrëdhënia e tyre dhe njohja me zotrin Naim Tërnava është pothuajse 3 dekada dhe të gjithë këta politikanë në një linjë e njëjtë uruan për unitet dhe për më të mirat për popullin shqiptar. Vizitat u pasuan edhe nga liderët opozitar, nga Bedri Hamza i PDK-s, bashkë me një pjesë të antarësisë ekipit të tij, po ashtu Lumir Abdigjiku nga LDK, Ramush Haradinaj nga AK, edhe ky sigurisht me disa anëtar të partisë së tij, duke u përmbyllur edhe me kryetarin e kryeqytetit përparim Rama, që gjithta deklaruan dhe falenderuan Bashkinë Islame për bashkërendimet, bashkëpunimet që i kanë në vazhdimsi për të mirën e kauzave humane që ndërlidhen me pjesën institucionale. Gabiku bë me dije që nga shoqata e tyre Bereqeti, që cila po fuqizohet në vazhdimsi, thanë që kanë shpërndar dhe kanë ofruar ndihmë gjatë në vazhdimsi gjatë tërë vitit dhe planifikohet të vazhdojnë aktivitetet të tilla, sikurse që kanë ngjarë edhe në muajin Ramazanit, e që këto do të bashkërendohen për kallëzime nevojat edhe institucionale dhe bashkëpunimeve që i kanë. Këto ishin të gjitha urimet edhe thirrjet nga Bashkia Islame bashkë me gjitha figura të rëndësishme udhëheqës të vendit. Duhet kujtojmë që zotri Miftiu Tërnava e ka në pjesën e diskursit të tij që me doza humori i jep edhe mesazhe ndaj politikanëve dhe atyre që kanë përgjegjësi publike dhe që i kanë marrë edhe votat e tyre, ku në fakt ja bëri vedije që presin nga ta punë sepse për atë dhe kanë besuar qytetarët. Arbrisha, të faleminderit shumë për këtë paraqitje dhe këto detaje që na dhen nga pritja e Miftiut Tërnava në Bashkinë Islame të Kosovës.